Një elektricist që punonte në rehabilitimin e një linje në Mërtish ka gjetur vdekjen. Ngjarja e djeshme në Mërtish, ku Xhulio Shtëmbari, elektricist, humbi jetën duke punuar për riparimin e një linje të tensionit të mesëm, është shoqëruar me 2 arrestime nga policia. Prokuroria e Fierit ka urdhëruar arrestimin në flagrancë të shtetasit Xhezmi Haliti me detyrë punonjësi nën stacionit elektrik Gradisht dhe Arben Presheva, elektricist. Sipas prokurorisë, këta 2 persona nuk kanë zbatuar protokollin e mbrojtjes dhe zbatimin e rregullave teknike në punë. Kujtojmë që elektricisti Xhulio Shtëmbari, rreth 30 vjeç, ka mbetur i vdekur teksa punonte për riparimin e linjës Mërtish-Gradisht. Me sa duket ka qenë një gabim në komunikim pasi Shtëmbarit i është thënë se linja është stakuar dhe ky i fundit është ngjitur të kryejë punime dhe ka mbetur i vdekur në vend nga rryma elektrike. Ndërkohë familja Shtëmbari në Fjerseman të Gradishtës ka hapur dyert e mortit për të përcjellë në banesën e fundit Xhulion, prind i një fëmije të mitur.